Policia e Shtetit në bashkëpunim me partnerët në Kosovë, Maqedoni, Serbi, Bullgari, Turqi, Itali dhe të deat amerikane, si dhe të qendrës SELEK, kanë finalizuar një ndër operacionet më të gjera kundër narkotrafikut të koduar Ballkan. Hetimet në Shqipëri janë ndjekur nga Drejtoria për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafikeve në Policinë e Shtetit, në drejtimin e Prokurorisë për Krime të Rënda. Hetimet kanë nisur në vitin 2015. Për gjatë 15 muajve, operacioni është kryer në partneritet me organet ligjzbatuese të vendeve të rajonit dhe në bashkëpunim me DEA dhe SELEK. Në datat 6 dhe 7 korrik, me angazhimin e strukturave kundër narkotikëve në Policinë Vendore Tiranë, Durrës, Fier dhe Kukës, janë ekzekutuar urdhrat e Prokurorisë për Krime të Rënda të ndjera në bazë vendimeve të gjykatës pranë shkallës parë për krime të rënda për 7 shtetas. Jurgen Molla, 38 vjeç, lindur në Lezhë, banues Tiranë, bashkëpronar në firmën e ndërtimit Molla SHPK, në emrin e së cilës është ndërtuar një kompleks pallatesh në zonën midis Yzberish dhe Kasharit, i cili njihet ndryshe dhe me emrin Miri Molla. Shqyqyri Kotori, 38 vjeç, lindur e banues në Kresho Përmet, investitor në fushën e ndërtimeve. Anesti Koromani, 35 vjeç, lindur në Skrapare, banues Tiranë, investitor në fushën e ndërtimeve. Aktualisht i arrestuar dhe ky. Nureddin Azëraj, 63 vjeç, i njohur si Dilon Azëraj, pronari një hoteli luksoz në qytetin e Vlorës. Lurzim Qori, 42 vjeç, lindur e banues në Grabian të Lushnjës. Denis Sinameta, i njohur si Roland Leshi, 36 vjeç, lindur e banues Tiranë. Blerim Ukimeraj, 39 vjeç, lindur e banues në Kosovë. Ndërkohë, më herët janë arrestuar dhe 7 persona të tjerë, ndërsa janë shpallur në kërkim 2 anëtar të grupit kriminal. Në lidhje me operacionin Ballkan, janë kryer hetimet përbashkëta në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Serbi, Bullgari, Turqi dhe Itali. Hetimet janë kryer bashkërendim të plotë të veprimeve dhe shkëmbim në kohë reale dhe në konspiracion të plotë të informacioneve me organet ligjzbatuese të vendeve të përfshira në këtë hetim. Hetimet u drejtuan mbi një grup të strukturuar kriminal me shtrirje disa vende të rajonit, i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike, heroin, kokain dhe marijuan. Gjatë hetimit rezultoi si furnizues me lëndë narkotike heroin nga Turqia përmes ndërmjetësuesve turq dhe kosovar, të cilët bën dërgesa me lëndë narkotike nga Turqia për Kosovë, Shqipëri dhe më pas Greqi apo vende të tjera të Bashkimit Evropian. Po kështu, segmentet të këtij grupi kriminal kanë dërguar lëndë narkotike marijuan nga Shqipëria për Maqedoni, Greqi, si dhe Turqi. Pjesëtarët e këtij rrjeti dyshohet se kanë komunikuar dhe janë takuar si në Shqipëri, ashtu dhe në Kosovë, Greqi e tjerë, duke u dakordsuar për dërgesat e lëndëve narkotike. Nga hetimet e deri tanishme, është vërtetuar roli i personave të përfshirë dhe arrestuar deri tani në Shqipëri dhe vendet e tjera. Në kuadër të këtij operacioni, në Shqipëri janë arrestuar në total 14 shtetas dhe janë shpallur në kërkim 2 tjerë. Në Greqi janë arrestuar 10 shtetas dhe janë shpallur në kërkim 10 persona tjerë. Në Maqedoni janë arrestuar 5 shtetas dhe janë shpallur 7 kërkim. Në Bullgari është arrestuar 1 shtetas, si dhe në Kosovë 4 persona janë shpallur në kërkim. Në total janë sekuestruar një sasi prej 26,6 kg heroin, 1,8 kg lëndë narkotike kokain, 183,6 kg kanabis sativa, si dhe një sasi e konsiderueshme eurosh dhe armës zjarri. Në kuadër të këtij operacioni të madh, janë kryer një sër operacionesh të tjera, të cilët kanë finalizuar hetimin në datën 6 dhe 7 të këtij muaji. Më datë 29 qershor 2015, në Morin janë arrestuar disa shtetas. Në datë 18 shtator 2015, po ashtu janë arrestuar në Selanik të Greqisë 2 shtetas turq me 5 kg heroin. Në 15 dhjetor 2015, nga autoritetet greke janë arrestuar 8 shtetas. Në 30 nëntor 2015, në qytetin e Pogradesit është arrestuar 1 shtetas. Më datë 21 mars 2016, në autostradën Fushkruj-Vor, është sekuestruar një sasi e konsiderueshme lëndës narkotike. Shtetasit Jurgen Molla, Shqyqyri Kotori dhe Anesti Koromani dyshohet të janë rolin e financuesit dhe organizatorit të këtij trafiku, si dhe personat e tjerë organizator dyshohet se janë nga Turqia dhe nga vendet e tjera të cilët përmendëm më sipër. Në funksion të ndërmjetësimit dhe sigurimit të heroinës dyshohet të janë shtetas kosovar dhe disa shtetas turq. Policia e Shtetit po vazhdon bashkëpunimin e ngushtë me prokurorin për krime të rënda, të cilën gjej rastin për ta falënderuar për efikasitetin në drejtim të dhënies së gjitha autorizimeve të nevojshme
strukturave të hetimit, me qëllim hetimin e plot dhe thellë të këtij aktiviteti kriminal të këtij grupi kriminal, si dhe për dokumentimin e plot me prova ligjore të veprimtarisë së këtij grupi kriminal. Faleminderit. Ju lutem të shpreh dhe prokurori dhe pastaj. Përshëndetje, krahas dokumentimit të këtij aktiviteti të kundërligjshëm të këtyre personave të përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike, Prokuroria për Krime të Rënda në vijim do vazhdoj që të kryejë edhe veprime të tjera që kanë të bëjnë me aplikimin e masave parandaluese ndaj pasurisë në aplikim të ligjit antimafia. Unë gjej rastin të shpreh vlerësimet e mia për gjithë angazhimin dhe bashkëpunimin e strukturave të policisë së shtetit, bashkë me prokurorët dhe oficerët të përfshirë në hetimin e këtij procedimi penal, duke vlerësuar punën e tyre dhe ndërkohë si drejtues i Prokurorisë për Krime të Rënda i shpreh policisë shtetit dhe gjitha strukturave të tjera ligjzbatuese angazhimin ton për një bashkëpunim efikas për çdo lloj rasti dhe çdo lloj çështje që ka të bëjë me trafikimin e lëndëve narkotike dhe përgjithësi për dokumentimin e të gjitha çështjeve penale të krimit të organizuar. Faleminderit. Do më lejoni të jemi i kursyer për të dhënë detaje lidhur me këtë hetim. Policia është angazhuar maksimalisht, procedimin penal i ka kaluar Prokurorisë për Krime të Rënda dhe në këtë kuadër vazhdojmë bashkëpunimin intensiv për të zbardhur dhe dokumentuar autorët e kësaj ngjarje të rëndë. Faleminderit.